E kupton, ti do t'jesh e knaqur në këtë mes. Unë jam mua këta nuk më rrëzojnë dot kashi fjalës time, do më thotë ma edhin poshtë fjalën e thënë, sepse unë një gjë ju kërkova, a ishit juve që ju betut, shkuat ke kamera gjithë, jo se ka bërë unë, thoshte kjo, se betimi, po për një lloj betimi është ajo pra që do dalë, atë thanë që do dalë, dolën të gjithë, para kamerave dhe mbajni fjalën, me që se ju thash, po t'jeni aq burra këtë që i thatë, parë se të ndodhte kjo që ndodhi tani, po t'jeni të fjalës dhe me karakter do e mbani. Po t'jeni që jeni pa karakter, dy ftysha, sigurisht që s'do ta mbaj asnjëri. Do e mbajmë thanë atëherë, tani i thanë ndryshe. Atëherë ç'është kjo? Lexohet marrëdhënia vetë. E kupton dhe ata demaskohen. Atëherë mos më dil mua të më thuash kam karakter. Se je pa karakter. Le të dalë, ajo ka dalë në finale pra ne e bën. Ta bëj. A e kupton? Ajo është finale pra ne e bën. Tashi është punë e Agajt, nuk është punë e jona. A e kupton? Sa më keq të bëhemi ne, do të amon ti pas ke. Po jo, më unë s'kam bëjmë ka shi fjalës që ajo nxjerr nga goja. Fjalës që nxjerr ajo nga goja, thotë bona unë për loja është ne. Loja u zbulu. Po pra. Dhe pse u zbulu loja, pikërisht se bëm ne të dy atë gjën. E kupton? Nuk e kupton këtë? Po e kuptoj unë këtë më, unë këtë gjë, si se kuptoj unë këtë gjë? Si se kuptoj, pse të mora të roqa, hajde këtej se po të provokojnë. Po pra. Edhe qa ka bërë kjo, se fola qik me Basën. Basa dje, nuk u shprej që do bëjmë nesër një gjë, gjithë kohës vite spiononte, bënte, kastile, e dëgjoj që do bënte. Këtë e bën këto, e bëri kjo lojën e para. Dhe unë nuk jam këtu dyshoj që në base kanë qënë dhe në grupë, s'ka qënë vetëm. Kupton, se që dje janë bërë këto. Po shiko. Gjëja. Prandaj kisha frikë, kur ndaj reagimit tënë qytetatar ty, hajde e këtej se po të ashu ty. Nuk e di, se nuk dua ta ashu për Andrean që ta ka bërë kastile për kafen, por në këtë mënyrë do goditesh e ti direkt, nëse do dilje ti ashtë vetës. Kafja, po u goditëm. E pra. U godita dhe unë e kam të. Po, prandaj e erdha, unë hec këtu. Hec këtu, po, dhe ti do të kisha ardhë me lujt. Me të regu që ty s'bëhet vonë shumë. Po unë a që kam pjesën me lujt, se unë luj me drejtësi ti e di shumë mirë. Po jo me lujt për këtë, me lujt volejboll. Jo, po shumë mirë bëra, se mora pola dhe me basë. Qa more? More me basë, me më thonë mu mbroj kauzën tate dhe ti ikën luz me ato? Jo, s'ka rëndësi, s'kam që fare, unë jam shumë. Basta më ramu, shmerdi, basta më ramu. Dakor, pra. Dhe basta nuk ka pun të më shofi mu se qa bëjmë se Cecilëm. Që rëndësi ka, Jo, ka rëndësi, nuk më fryu pasta mua për këtë gjë. Jo, nuk po them të fryu s'të fryu, e kupton? Unë, as ti... Jo, atë ja thashu në sytë. Ti nuk je në urdhat as të mijat, as të tjetit, as unë në urdhat e tuja, as basta në urdhat e atë ja kam thënë. E kupton? Basta... Ore, po basta e ka të qartë këtë gjë. Se ka të qartë. Jo, se ka të qartë i bje, sepse kur... Ka të qartë, se unë ja them së unë ja thash, studia kështë bërë. Po, por në kur ne lam me los, e kupton? Ne lam me lujt, dhe neve po të lujshim kache, ne do kishim fitu, prap. E kupton? Do kishim fitu, edhe do ishim prap. Qërë që ka mësish, së është më rëndësi, ka që rëndësish me loja, e di pse është më rëndësi? E di pse është më rëndësi? Sepse gjitha të dalje nga vetja që bona unë, e kupton? Gjitha të dalje e bona për një kauz që është për gjithë. Që do të thotë kafja doli. Kafja doli. Dhe unë s'kam pun me letrën. E kupton? Kurse unë e kam ke tjetër gjë. Kurse ti ke pun me letrën, se u mor letra, u mor kafja, e kupton? Dhe këtu e hëngri Andrea. E kupton? Pra kjo është ajo përplasja atyre kokë më kokë, që ta kuptosh. Prandaj shkova lujta. Pa ata e dredhin prap në këtë rast. Le ta dredhin ata, ato kanë dalë blof. Ata kanë dalë blof. E kupton? Andueli është era 3 që del grop me mu. E kupton? Me mu dhe me basta. Pavarësisht sepse ata ishin të bindur që ishe grupi jonë, ti ishe aty. Apo ja? Po pra, unë përndaj kisha armë fort që ta shumë fita rani, këtë është edhe gjithë. Ti ka pyte nga grupi jote, e pyte në fund, mas pilapit. është e thjesht. Bravo qoftë yllit, e qiti dhe do dilte. Për ta shi duan të akuzojnë yllin që ka fut duar në dollap. Pa ty ne do jemi me, jo që ka fut duar në dollap, pun për, e kupton, yllit i umën paketat i gjeti. Kur fola unë, që yllit i kanë unë paketat, thash Andreas.
Kupton? Dhe direkt ndodhi mas 2 orë që u gjetën paketën. Dhe këto dihen. Edhe këto dihen. Është Andueli, 100%. Dhe ajo kujton se do më bëj mua xheloze, aq që mendje lehtë është. Jo finalista e parë, jo kështu, pse më intereson shumë mua se ka dalë ajo finalista e parë. E kupton sa e vogël është në mendim. E kuptoj, po ti mos prit burrni për këtë gjë. Po, e burrni, pa heq veten si burnesh pra. Po kjo është, po pra, leta edhe këta heqin veten që kanë fjalë. Po kush ka Po janë të zbuluar, po them pra. Dhe kjo është... Atëherë s'më takonte mua ta ndryja zërin që ka stile ta theksoja këtë gjë. Po, theksove shumë mirë. Se si ishe ti aty? Jo, nuk ishe se u lava, se nga që më theshe. Se ku e kapa unë, se ike ti ishe jashtë, nuk e di ku ishe. Që unë krevat i thash këtë gjë, i thash unë, nëse do dali që nuk ashtu, i thash unë, e ke bërë ti o Esteri, ja thash në krevat, mamës edhe Esteri. E dëgjova. E dëgjove, ishe kërë. Haha, po ti e pas ke bërë ta se kështu e ja, unë së bëjka këtë gjëra e dini shumë mirë. Po, jeni pa karakter nëse do dali ndryshe. Ja thash që fillim, nuk kërse ja thash tani. Dhe u vite i natë, po, për këtë që do e flasu. Unë këshu i quaj njerëzit pa karakter. Dhe flasë. Këshu, nuk ka në një filozofi të madhe, kjo gjëja. Që ti del bën gjëra ndryshe, dëshmon ndryshe, edhe hiqesh ndryshe. Është këshu. Po. Ashtu është. Ashtu dhe pre, qa duan të ashtu këto? Okay, it's good. Më thonë mua që si kam unë në regull, se si përqen këtyre. Po mirë, jo, për ata. Pse qa pretit me ndojnë bravo Elinara? Po jo pre. Një gjë randin, që mos kesh këshu, e kupto, mos i rrit pritshmërit, mos ki pritshmëri që mos zhgënjesh. Po nuk është, unë e kam qështë të me nëzirë fytyrat. Po i ka dalë fytyrat, i ka dalë fytyrat. Kaq, me një fjallë... Atere, duhet ta dëgjojnë që ju ka dalë fytyrat, pra ndaj e u lëras. Po, e dëgjojnë. Kaq. E dëgjojnë. Pra, ti bon e gabim që se erdhe me lozë. S'ka gjë, Jo, s'ka gjë, Jo, më kapi dhe një këshu. Se unë dola me lozë me... Jo, më kapi një... Unë isha në kulmin e nervave dhe shkova me lozë. Shkova me lozë pikrish me balancu... Më kapi diçka, një dhimbje që nuk po e duroja dopte, nuk isha në terezi. Pastaj u bëra mirë, po ishte vonë për të aqë me lujtë. Edhe plus që fola dhe me atë tjetri, u mblodhen që disa gjëra. E tjetri, e kuptonti, i ka kalkulime ndryshe. Nuk ka kalkulime të sinqerta. Po, në di, ata ja kam thënë sy. Po, priti. Dhe unë e bona për yllin. Kësa i bje të dua për ta fus? Unë e bëra për yllin. Sepse merri keqe, kishe me shumë qeve, tha dëlloj, për derisa a i... Një më falë, ti që po ma thua ma këtë gjë, nuk ja tash unë tjevë në fytyrë kësa i bje që të kam qanë dhe pa ta fus. Po pra, ja the pra. Qa? Sepse unë e niva e kupton, ti se erdhe me lozë, dhe kur erdha unë më the mua, unë ma bone këshu, po. Do më thënë një gjë këshu që unë niva keq, kaq. Pse duhet njem keq? Se dhe kur ma thuat e kuptoj, unë luftoj për kauzën tate dhe ti shkon lozë ato ta them ka stile, sepse këta përfitojnë në njëherë nga këto gjëra, e kupton? Hase Randi, po, e kemi gati, e kemi të gatshëm, na mban, mund t'i themi qa të duam. Elinara, unë kam marrë tu me lujt, me mirësin time, po, edhe unë me mirësin time, po, në njëherë kjo mirësia të quhet e pavlerë. Jo, nuk del se ja i nxjerë zoti, e kupton? I nxjerë zoti gjërët. Dalin vetë, zbulojnë vetë, përplasen me kokën e vetë. E kupton, unë kisha mendime që e kështë bo basta me vërtet, dhe e kisha... Finaliste e parë duke përdorën mua kështu. Shumë. E bukur është? Jo, nuk është e bukur. Femra ka shi femrës? Jo. Pse e bukur shumë, Këto janë gjërat që... E kupton, shiko, në momentin që ti përballësh me atë, ti ke luftën edhe të tjerëve. A e kupton? Gjërat duhet t'i vendosi audienca jashtë. Jo ne. Ne kemi përbosh t'i zbulojmë. Po përpiqen të trajtojnë si mashtruse, po gënjen ti, po. Po e kanë thënë në kamera, qa?
Po, gënjen ti se ne s'kemi thënë gjë kështu. Po, po është në ke burr një ditë. Ajo është në kamera, ti mos i thuja se e ke burr një ditë, sepse veprimin e ka, e kupton. Sepse janë frikacakër. Janë frikacakër. Po mi pra kaq kisha rësiu se do vdalesh për mua ti. Po pra. Po mos e thuaj, mos e nxjik këtë fjalë nga goja ku je frikacake. Shiko, se një frikacake bën këto veprime. Nuk bën ai që është trim, trimi është ndryshe. Nuk ka bëj këto gjeste që bëjnë ta. Një që është trim, edhe i guximshëm. Mos më tregoj mua fare asnjëri këtu punën e trimërisë, e fisnikërisë, ku di unë çfarë themën e karakterit apo se janë zero me xhufk. Shiko, në momentin që i vend këtë epitet dhe e thu këtë gjë, dhe e thu fort, e thu fort, më kuptora, më dëgjoj anë, e kupton, nuk duhet dalin nga një zonjë nga ty, e kupton, një zonjë si ty. Dakor. Çfarë tregon kjo? Karakter tregon? Jo, nuk tregon karakter. Tregon çfarë? Fisnikëri tregon kjo gjëja këtyre? Nuk tregon asgjë. Tregon trimëri? Jo, kush e tha? Po çfarë tregon? Edhe e thën nga ty në atë formë, e kupton? Është unë ta kam thonë ti ty të hikën truni, e kupton, për gjërat e drejta, se je shumë e drejtë, me veten të atë ti e di. E kupton? Pse e bën? Problemi është që ngrihesh në të njëjtin ose ulesh në të njëjtin nivel. Po pse ja u përtas këtë gjëra që keni këtë karakter? Pse guxoj? Po, jo pse guxon mi. Se kam guximin t'ja u them sy. Jo mi zemra ime, nuk është puna e guximit. Nuk është pjesa se guximi thotë. Ti e ke bë. Ti ke thonë dhe është intonacioni, është forma, e kupton që njerëzit kalojnë. Intonacioni, por kjo nuk më mohon mua që t'ja u përplas në fytyrë të them. Po jo mi zemër, ore, ti e di si është kjo punë, është njësoj, Andrea shkoj, mori atë. Po, që bëj në mënyrë demonstrative. Ajo ishte një gjë, okej, ai do ta udhë. Do ta thoshte fjalën vet. Si pak, si fort. E kupton? Ajo ngeli aty. Në këtë kontekst them edhe unë, sepse ç'a ndodh, njerëzit hutohen nga përshtatja. Përshtatja është shumë e rëndësishme. Mënyra se si ti qasesh me një fakt të tillë. Ore, që kam atë. Dua t'ja u them unë që ti nuk do t'ja thuash. Je pa karakter dhe pa dignitet. Tash kaq. Thonë njerëzit e kupton, ama se është bë me nerva kjo dhe ja. Po, dakor. Ai kupton. Nuk se vend. E kuptoj, por kur të ulërasin në fytyrë dhe sigurisht intonacioni. Kjo është pra, ajo që ulëret, ai është. Ai ka dal nga vetë. Çfarë do thotë? Që ulëret, tash dhe ulëret, dhe është dhe fajtore. E kupton? Ajo thotë e kam bë për lojë. Është fajtore, po hiqet si shenjtore. Kjo është diferenca. Ore, të bën ty që ti unë të çmen aty thot. Nuk del ajo del në rregull. Ti që ke çmen që logjikon kështu thot. E pra. Është paradoksale kjo gjë. Sepse ti bërtet ashtu, jo që logjikon kështu. Sepse ti bërtet ashtu. A kupton? Ajo trajton, më fal. Ajo trajton përshtatjen tate. Ajo ç'ash? Ajo përshtatjen tate, e kupton? Ajo është inati, ai mllëfi që ka njeriu, e kupton, për atë që mendon. Ajo thotë unë mendova që do më thoni bravo. Bravo, për çfarë? Po mua unë them momentin që ti e bën si lojë dhe të them bravo, po kur ti më den mua dhe më rrep gjoksin që un kam karakter dhe po i tregoj gjithë publikut që jo, nuk e kam bërë, ku është kjo? Ku? Ja, këtu është. Ma thuaj mua. Këtu është pra, ke loja. Bën lojë, mbaj loja, në thuaj, nuk betohem mu për këto gjëra, gjë një mënyrë. Po jo pra, si nuk u betova unë, se unë e disha. Po edhe unë nuk u betova, sepse s'do betohem për gjëra kopi. Në daj për kam, para. Unë me atë që nuk u betova vetë, me atë që s'u betova vetë, i futa ngropat. Sepse i bëra ata të mendojnë që unë e di, e kemi bërë ne dhe ata u odhën unë. E diti që unë e jo, se nuk ma shesin vetëm, mua më vjen, unë indinjohem me faktin që shesin vetëm për diçka që nuk janë. Kjo mua më indinjon. Pse e shet vetën ti për diçka që nuk je, nuk e lidhja me atë gjën? Sepse Përse?
është në loj për 100.000 euro. A, pra loj për 100.000 euro, po, meritoj ato, meritoj, ke halal, po ti meritosh me të gjitha format, me të gjitha mënyrat, po jo me pisliqe, me gjëra që nuk e ke në karakter dhe e bën, do me thënë me intriga, me idiotësira.